Thanë, ne tash me njëre zgjedhim nuk e kemi problem, ku është bashkimi i Vlenit? Kalun 8 muaj, 9 muaj, ku janë? Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, që dikur ishte pjesë e Vlen, thotë se ky koalicion nuk mund të qëndrojë i bashkuar dhe nuk mund të shkrihen në një parti. Ky është projekt kështu si funksionon me short, kush bëhet drejtor. Ky është projekt i paqëndrueshëm, nuk qëndron kjo. Ja, mund të jem gabim, mund nesër ndodhe që të bashkohen edhe të bëhen një parti. Unë e them është projekt i paqëndrueshëm. Atje është kush kujt janë ngul thikën mbas shpinën. Taravari në Klik Plus shkoi edhe më larg duke thënë se ajo që ndodhi me daljen e ASH-s nga Vleni, e njëjta do t'i ndodh edhe partisë Besa. Kjo që na ndodhi neve, Aleancë për Shqiptarët me Vlenin, tash është duke u ndodhur Bilal Kasamit. Do ta shifni. Ju kur u larguat, thatë që po e braktishin Vlenin për shkak të listave të cilët i duat të jenë të posaçme. Ajo ishte, më pasi të bashkë me dëgjoj, nuk është ashtu. Se deputeti... Ka qenë preteksin të cilën e keni thonë ju vetë në preskonferencë. Ja, unë e them publikisht, kur të vije një i Vlenit këtu, pyetni deputetet, Riyad Shaqiri e ka udhëhequr grupin e deputetëve tonë, që kanë negociuar me deputetët tjerë të Vlenit. A e kanë pranuar edhe listat përbashkëta. Boni listat përbashkëta, s'ka problem. Por çfarë ishte problemi atë? Çdo herë gjindeshte diçka, edhe këtë nuk e meritoni, edhe atë nuk e meritoni. Kishte obstruksionet lloj-llojshme. Taravari gjithashtu tha se ishte i zhgënjur nga Vlen edhe për faktin se shumë njerëz të BDI-s afroheshin në koalicion duke përmendur Nevzat Bejtën dhe Ramiz Merkon.